محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Të nderuar vëllezër, Allahu I plot fuqishëm ka planet e veta, I ka ofertat e veta, por edhe për neve si njerëz na ofron atë që është më e mira pa na e imponu. Gjithashtu ne jetojmë përveç asaj çka Allahu I madhruar na ofron, edhe na e dëshiron për të mirën tonë, ofrojmë duke u tërheq ose duke u ndiku edhe prej asaj që shejtani I mallkuar me gjithë kapacitetin e tij, edhe djallëzor, edhe njerëzor, edhe potenciale tjera të mundshme materiale e jo materiale, edhe aje ka ofertën e vetë për njeriun edhe përpiqet me ushtru ndikimin e vetë. Dhe secili njeri është në mes thirrjes edhe tërheqjes ka hemmara, por është gjithashtu edhe në mes thirrjes edhe tërheqjes nga e mbrapshta, e pastaj prej cilës do të ndikohet edhe cilës do t'i përgjigjet, gjithsesi lidhet edhe me gjendjen e tij edhe me animin e tij fillimisht. Allahu I madhruar normal, në të gjitha format edhe mënyrat, neve si njerëz na ka dal hakut, për arsye se na ka ofru udhëzim I cili do të na mjaftonte për jetën tonë. Udhëzim I cili na mjafton jo vetëm me ditë ka mjamajt, por udhëzim I cili është aq I plot, aq I përsosun, sa që jetës tonë I jep kuptim, dhe nuk kalon asgjë pas çaru. Këtë madje Allahu I madhruar e përmend shpesh në Kur'an si begatit cilën ja ofron njeriu. Mirë po në disa ajete, janë 2-3 ajete në surën An-Nisa, ku Allahu I madhruar tregon realisht ja hap syt njeriu se në çfarë vorbulli mundet me fut veten nëse nuk është syçel edhe I vëmendshëm. Thot Allahu I madhruar: Wallahu yuridu li yubayyina lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Allahu dëshiron, Allahu ka synim t'u asqaroj juve të gjitha gjanat dhe t'u udhëzoj juve në rrugën konkrete praktike të suksesit. Pra në rrugën, shtegun e atyne që ishin para jush, e Allahu këto nën kupton njerëzit e mirë të fillu prej pejgamberve. Wa yatuba alaykum, dhe Allahu gjithashtu dëshiron me u pranu pendimin edhe me u fal mëkatet. Wallahu alimun hakim. Allahu është I gjithditun edhe është në mënyrë të përsosun I urtë. Pra, këtu Allahu po na e prezanton veten e vet, edhe po na tregon se Allahu po dëshiron gjanat me na I sqaru deri në skajshmëri, pastaj me na ofru edhe modelin praktik, cilin na mundemi me e njek, e I cilin njëkohësisht na e bën
përvetësimin e atyne udhëzimeve më të lehtë dhe më të mundshëm, pastaj po na ofron edhe faljen e tij për me na bë rahat se ne eventualisht edhe mund të gabojmë, madje gabojmë edhe atëherë kur synimet i kemi të mira, Allahu po thot mos bani gajle se unë ju fali, edhe atëherë kur gaboni, edhe në fund po thot wallahu alimun hakim, Allahu është i gjithdijshëm edhe skajshmërisht i urtë. Allahu kur na tregon për gjithdijen e vet, na vetëdijson se ne jemi të mbikëqyrën në çdo hap, në çdo lëvizje, në çdo frymëmarrje, në çdo fjalë që e flasim, madje edhe në çdo mendim i cili na sillet nëpër kokë. Edhe një vetëdije e këtillë, të cilën njeriu mundet me e pas, është shumë pozitive për me u përmbajt, edhe me pas kujdes se çka po bën. Në ajetin vijues, Allahu i madhruar thot: "Wallahu yuridu an yatuba aleikum." Prap po e nënvizon çato të fundit. Allahu o njerëz po don m'ja u fal gjunahet. Allahu po don m'ja u pranu pendimet. Allahu po don m'ja u lën derën hapun, derën e kthimit tuaj ka ai edhe atëherë kur ndoshta e keni qit hapin e gabum në jetë. Edhe atëherë kur e keni bën një gabim ose një mkat ose një krem ose një çka do të qoftë. Allahu i madhruar është i vetmi ai i cili kurrëherë atij që e dëshiron një kthim edhe një përmirësim të mirëfillt nuk i mbyll derën. Andaj pikrisht këtë Allahu i madhruar po e nënvizon. Thot wallahu yuridu an yatuba aleikum, Allahu po don mi u fal, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima, ndërsa ata të cilët i pasojnë epshet e tyne. Ata s'mjaftohen me lajthitjen vetanake. Ata s'mjaftohen pse vetë e kanë humbë rrugën edhe i janë shmang rrugës e Allahut fuqiplot, rrugës së mirësisë dhe mbarësisë, por ata synojnë, edhe ata kanë synime, edhe ata kanë plane. Ata synojnë en të milu mejlen azima që juve mi u bo që të lakoni edhe të devijoni sa ma shumë që është e mundën. Me marë të nëru vlazën, s'na vynë shumë dije me pas. Na mjafton në qëtësi edhe me mendjet hapon, me e lexu vetë që të ajet Kur'anit edhe me e ditë cila është sprova jonë, cila është sfida jonë, edhe cilat janë detyrat tona. Allahu po don mi u fal, ata tjertë po don që ju me deviju fort, ata po dojnë që ju me gabu shumë, ata po dojnë që ju me u prish shumë. Që kjo është paralajmërimit cilin na e bën neve Allahu i madhruar. Po vazhdoj veç edhe me një ajet matutje, thot yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Allahu o njerëz po don juve me u lehtësu për shkak se njeriu në esencë është i krijuar i dobët. Allahu po don o njerëz juve me u lehtësu se njeriu për ndryshe është i krijuar i dobët. Po i shoh do njerëz që atje të dalë, a për shkak të shiut po dilni me shtik kpucat mrena. Okej. Afroni vllazni se po ndohet të lëshoj një shi, e le të ketë vend të gjithë, veç afroni kush ka vend për para vetës për me plotësu plotësane. Në heshtje gjithsesi. Plotësoni. Kush e ka një vend zbrast para vetit, plotësoni safa. Ani pse është shi i verës, po askujt nuk i levërdis me e lagë tash në xhuma. Edhe rahatano e vazhdojmë hutbën, edhe vazhdojmë me dëgju që ashtu qysh e kemi obligim. Pra, Allah i madhruar të ndërru vllazën në këto 3 ajete, po na e paraqet një gjendje, një situatë e cila mbretëron me njeriu në jetën e tij, edhe e cila nëse kuptohet drejt, e do të duhet, paktën ne si besimtar do të me e kuptu drejt, duhet të na shërbej si udhërrëfim i garantum në udhkryqet e jetës. Nga se gjithmonë ku jeta në një farë mënyre është edhe sikur një pazar, apo sikur një panajer, ku secili mundohet me të afru për me të ashit produktin e vetë. Mirë po njerëzit në për pazare, zakonisht nuk janë të gjithë për zemër të dhe të sinqert, nuk i kanë të gjithë ofertat e mira. Disa i kanë, por disa din me konë s'ka ishmërisht mashtrus. Dhe ndoshta nuk është e rastësishme pse
kur ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vendet më të dashtuna dhe vendet më të urrejtuna për Allahun në dunja, ka thonë vendet më të dashtuna për Allahun janë ato vende ku bëhet ibadet, janë xhamit, vendet më të urrejtuna janë tregjet, edhe pazaret. Pse? Për arsye se njeriu si të shkon atje më ne rrezikohet me u mashtru. E jeta është një treg hala ma i rëndësishëm, edhe mundësia e mashtrimit është më e madhe, dhe gjithkohë këshyr me të bë për veti, i vetmi Allahu fuqiplot është ai i cili ta don të mirën. Edhe ta ofron atë për cilën ti ke nevojë edhe nëse nuk je i vetëdijshëm. Allahu ta ofron atë e cila duhet edhe pse ti pa e pas hala nuk e din se sa po të duhet. Shumë njerëz u përmirësohet gjendja e tyne, mbas poezon, mbas i kanë qenë ndoshta në hutim ose në lajthitje, udhëzohen. Kur udhëzohen që atëherë e merr vesh, thot çka më pas ka vy, edhe çka më pas ka mungu, e se pas kam ditë. Se njeriu çështu është, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allahu po tregon krijuesi i gjithdituni, po thot njeriu është i krijuar i dobët. E për shkak të kësaj se njeriu është i krijuar i dobët, Allahu po thot yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allahu po don në çdo rrethon edhe në çdo situatë veç me ja u lehtësu juve. Na tashmë si besimtarë kemi të gëllendon edhe në mendjet tona edhe në zemrat tona se sido që të bëhemi ne si njerëz, as nuk i bëjmë dëm, as dobi Allahut fuqiplot për arsye se ai s'ka nevojë për neve. Ai është Zot edhe u kon Zot edhe pa ekzistuar na. Krejt çka Allahu na ofron është për të mirën tonë, edhe krejt këto udhëzime edhe këto vërejtje, Allah i madhruar don të ndërruan vllazën që ne ti marrim seriozisht, ti kuptojmë seriozisht, ti përjetojmë seriozisht, ti trajtojmë në praktikën tonë seriozisht, për shkak se e veçanta edhe më e ndihshmja e jetës është pikërisht ajo se ajo jetohet vetëm një herë edhe do të vijë një moment kur njerëzve do t'u çelën syt. Edhe do të shohin se çka kanë bë. Edhe dikush do të thotë ja hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin. Dikush do të thotë ku çka pas kam bëne, çka pas kam humbone, vetë se pas kam dëgju Allahun, po kur janë fol fjalët e Allahut, unë pas kam bë hajgare. Si kum marr seriozisht. E do të jetë një keqardhje shumë e madhe, do të jetë një pendes shumë e rëndë. Megjithatë, në ato momente këto gjëra janë vonë. Se në ditën e gjykimit, po jo në ditën e gjykimit, po edhe prej momentit të vdekjes e matutje, njeriu t'i çelën sytë edhe fillon me e kuptu se çka pas ka dasht me bë, mirë pa atëherë do t'jetë vonë për arsye se e vetmja gjë e cila nuk kompenzohet është koha e cila nuk kthehet mbrapa, e me kohën është edhe keq përdorimi i mundësive të cilat ne i ka dhënë Allahu fuqiplot. A në të vërtetë Allahu është aq i mirë sa që ty t'jep mundësi të panumërta derisa je akoma në këtë dunja. Derisa je në jetë, mundësit i kitë panumërta. Me ta mundësu Allahu 5 minuta para se me vdek, para se me të arë shpirtin fët. Me u pendu edhe me u kthy edhe me ra shahadet edhe me thonë, o Zotun, po du me jetu mirë sa më ke dhonë ymër. Po Allahu t'ka dhonë veç 5 minuta ymër, fitove. Qështu është Allahu fuqiplot. Po unë po flasë për ato kur djenë shpirti me dal, edhe kur del që atëherë që hapen realisht sytë, e njeriu lyp me u kthy, po kthimi pastaj është i pamundshëm. Masanet në vllazën, çto ajete kur na frymëzojnë, do të duheshin me na vetëdijsu edhe për një gjë tjetër, se përgjegjësia jonë nuk është përgjegjësi vetëm për veten tonë. Ne pjesa dërmuese jemi edhe familjar, kemi edhe evlad, po kemi edhe përgjegjësi ndaj brezave të ardhshëm pavarësisht afërsisë biologjike. Secili njeri i pjekun ka përgjegjësi për evladet e vet në radhë të parë, për evladet e familjarëve të vet, të vllaznive, të motrave, të kusherive, kështu me radhë, po për fëmijët e lagjës vet, po për gjithkund që mundesh realisht me e ushtru një ndikim pozitiv. E ki borxh me ia dhënë një këshill. Edhe fëmijëve që jetu kaluar rrugës e nuk i njeh. Bon me ia dhënë një këshill për arsye se pikërisht që kjo gjenerata e re, që kjo gjenerata e njom, që ta filizat, pikërisht këta janë të shënjestru. Edhe sot na jetojmë, ndoshta një shtëpi, ushqehemi në një sofër, rrim në një dhomë, por secili komunikon me një botë të vetën. Edhe ti nuk e din për shembull fëmia jot nëpërmjet këtyre mundësive teknologjike, që e kanë bërë komunikimin më të lehtë
Po e kam bërë dhe ma të rrezikshëm njëkohësisht, ti se fëmia jote çka është me kanë është tu fol, çka është tu kthyer, çka është tu lexu, çka është a kret ato ushtrojnë ndikim. E ti tash si bab, nëse e ke kriju një barrierë të madhe, thu valla unë se di çka janë rrjetet sociale, unë se di çka janë videot, unë se di çka është kjo. Ti tani e shkput edhe komunikimin e drejt për drejt e shkput me fëmijët tu se botat ndryshojnë. E nuk bën pastaj me u anku edhe me thonë, valla më kanë dalë pej dore, s'po më dëgjojnë. Nuk të kanë dalë pej dore, por shkujdesjen tonë e ka shfrytzuar dikush me t'i marr. Ti ka rrëmby. Sot si prind, secili prej neve besoj që është i gatshëm. Me bo me i thonë dikush, unë ta kom rrëmby djalin ose vajzën, biri që ka çpare. Ose hajde na e jep një në veshk. E merr e vladin tënd gjallë, unë jam i bindur secili prind është i gatshëm me sakrifiku krejt çka ka. Para se më ndodh që kjo dhe inshallah kur s'na ndodh se janë këto gjëra shumë ekstreme, edhe rrallë ndodhin. Po para se më ndodh që kjo, na duhet me konë të vëmendshëm mos me leju me shkujdesjen tonë, me dembelin tonë, me gjumin tonë, dikush me na i rrëmby e vlat e familjen, e pastaj ata, kur vjen e sapi me fol diçka ose me vendos diçka, ti njënën anë, ata njënën anë. Ti thu që shto është mirë me aba, ata thonë, jo, babë, ti po jeton në shekujt e mesjetës, nuk je kërkon heq, dunjaja ka hec për para. Jo, dunjaja është e njëjta. Mirë po, mënyra e të mendumet të njerëzit ndryshon, e ato duhet jemi shumë të vëmendshëm se kur nuk e kemi pas ma në shënjestër dhe ma të rrezikume se sa që tash. Jo për diçka tjetër, veç për shkak të mundësive, edhe për shkak gjithë asaj e cila ofrohet, servohet. Tonë jemi dëshmitarë të ndërruan vllazën, nuk po du me përmend gjona konkrete, po të gjithë jemi dëshmitarë që sot e rinis, ma shumë i ofrohen edhe i servohen gjona të mrapshta, se sa gjona të mara. Ma shumë i ofrohet edhe i servohet degenerim, shfrenim, çoroditje, se sa edukat, jemi dëshmitar e pranojmë të tonë. E tash, dikush mundet me thonë, po, këtë dunja e pas ka marë rrugën e shkatrimit, çka muj me bo une? Jo, hala muj me bo shumë. Për arsye se une e thash, pak para se me vdek, dikush me u kthy, Allahu e pranon kthimin e tij. E lejmo na që mundemi me ushtru ndikim edhe me i vetdisu njerëzit se fundja njerëz janë ata. Allahu i madhruar këto fjalë cilat na po i citojmë, për njerëzi ka shpall. Edhe me konë që njerëzit nuk i kuptojnë ose nuk i pranojnë, Allah i madhruar nuk i kish shpall. Kish bo diçka tjetër, njerëzit të kalumën kanë lyp, kanë thonë, pse Allah po çon pejgamber njerëzës, po çon me laçe. Po me çu me laçe, duhet edhe ata me i kriju pastaj në syret njerit, në formë njerit, se s'murët me komuniku me laçja me njeriu. Po Allah ka dërgu pejgamber njerëz. Edhe ka dërgu fjalë që njerëzit i kuptojnë, e thjesht ne ato fjalë vetëm duhet t'i përvetsojmë, edhe t'i përcjellim tutje si mesazhe pozitive, si mesazhe imunizuese për neve, për familjarët tonë në radhë të parë, pastaj për rrethin e gjanë deri ku të mundëm me shtri ndikimin tonë. Borxh edhe obligim kemi të ndërruan vllazën, rahat edhe në gjumë nuk duhet të jetojmë, syt e zemrës edhe të ballit duhet me i majtë qelë, edhe duhet me konë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kemi, para se me thonë dul situata pe kontrollit, ndulën e vlat pe dore, iko, shkoj çdo gjë pa kthim, s'di çka me bë më, veç me e myt veten. Jo, me e myt veten nuk është zgjidhje. Veten nuk do të me e myt, veten edhe familjet tona do të më ngjall. Veten nuk do të më qit në gjumë, veten edhe familjet do të më zgju, e Allah i madhruar na ndihmoft që me mbijetu me faqe të bardhë, ashtu që Allahu i madhruar është i kënaqur. Ashtu që Allahu i madhruar e ofron ndihmën edhe për krahjen e tij. Nuk është zor, është e mundshme se Zotin e kemi me vete. E them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për vete edhe për ju, andaj edhe kërkoni falje se Allah është farës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemi të ndërruar vllazën shumë udhëzime prej Allahut fuqiplot, gjona shumë konkrete. Nganjëherë vjen një stuhi ose një çka do të qoftë edhe e shohim veten të pafuqishëm me i rezistu asaj, po na ka dhënë Allahu i madhruar mundësi me u shmang ose me u kap për diçka, edhe aty je i sigurt. Allahu i madhruar edhe në këto vorbullat e jetës i ka thonë pejgamberit vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E nëpërmjet tij edhe neve, fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Ka po edhe maju për çasaj të cilat është shpall. Pejgamberi i ka thonë, çaj që ta ka shpall Zoti, çaj që ka thonë Zoti, çasoj maju,
se je në rrugën e drejtë. E tash kjo garanci prej Zotit fuqiplot. Edhe po të udhëzon çka me bë, edhe po të garanton që je në rrugën e drejtë, mas që sa njeri për një mend nuk ka nevojë me u friksu. A ka me kon jeta mjalt? Sigurisht jo, se Allahu e ka kurdisë jetën që sisoj, mirë po suksesi ka me qenë i garantum, e të e pas parasysh pastaj që jeta e kësaj bote është e përkashme, e ardhmja është e përhershme, që ky suksesi i garantum është pikrisht ajo që na duhet. Edhe njeriu që e ka të garantum këtë sukses, nuk ka pse me u mërzit, edhe me jetun më dyshje pas kësaj. Allah i madhruar na udhëzoftë na ndihmo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله